Zjarret në pyje kanë përfshirë Turqinë dhe Francën, ndërsa mbi 50.000 njerëz u evakuan për shkak të një valje të nxehtë që ka goditur Evropën. Alarme shëndetësore janë përhapur në Francë, Spanjë, Itali, Portugali dhe Gjermani. Edhe Holanda e mësuar me një klimë më të butë ka paralajmëruar për temperaturat e larta në ditët në vijim, të kombinuara me lagështi të madhe. Pjesë të mëdha të Evropës perëndimore po përjetojnë nxehtësi ekstreme dhe kushte tipike të valëve të nxehtësisë që zakonisht ndodhin në korrik apo gusht, jo në qershor, thon studiues të shërbimit të ndryshimeve klimatike Copernicus. Sipas tyre, temperaturat në disa vende janë 5 deri në 10 gradë Celsius më të larta sa duhet të ishin në këtë periudhë të vitit. Në Turqi zjarret vazhduan për të dytën ditë në provincën perëndimore të Izmirit të nxitura nga erëra të forta. Më shumë se 50.000 persona janë evakuar nga 5 rajone përfshirë mbi 42.000 në Izmir, sipas autoritetit turk për menaxhimin e emergjencave. Rajonet bregdetare të Turqisë janë përballur gjithmonë më shpesh me zjarre në vitet e fundit, për shkak të kushteve më të nxehta e të thata që sipas shkencëtarëve janë rezultati i ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga njerëzit. Në Francë, ku temperaturat pritet të arrijnë kulmin të martën dhe të mërkurën, zjarret kanë shpërthyer në departamentin perëndimor Aude, ku temperaturat kaluan 40 gradë Celsius. Flakët dogjën 400 hektar dhe detyruan evakuimin e një kampingu dhe një manastiri, njoftuan autoritetet. Shërbimi meteorologjik francez Meteo France vendosi një rekord për 81 nga 101 departamentet të vendit në alarm për valën e nxehtësisë që do zgjat deri në mesin e javës.